Jemi rikthyer dhe tashmë kam mysafirit këtu në studio, Liridona Murtishi, e cila është pediatre, por gjithashtu punon edhe me fëmijët me autizëm, dhe Syar Tavlashi, e cila është edhe edukatore speciale, që punon sigurisht tek qendrat për të cilën do të flasim, Bright Steps, një qendër e cila ka disa muaj që funksionon tashmë në Struk, por që ka aktivitete të shumta pikërisht për të mbështetur dhe për t'u dhënë edhe një shpresë sigurisht edhe fëmijëve me autizëm, por edhe për të mbështetur edhe familjarët e tyre. Do të flasim edhe për këtë qendër, aktivitetet që ka kjo qendër, por gjithashtu edhe për temën të cilën e fola pak më herët. Përshëndetje vajza, mirë se erdhët. Shumë kënaqësi t'ju kem këtu në studio, dy strugane. Të fillojmë një herë, dua t'ju pyes sepse ju punoni në qendrën Bright Steps, një qendër që ka disa muaj që është hapur, që besoj ka qenë edhe një nevojë pikërisht për qytetin e Strugës për të pasur një qendër që do të punojë me fëmijët me autizëm. Si ka ardhur ideja, si lindi ideja pikërisht për këtë qendër? Që nga viti 2023, unë kam filluar që të punoj si asistente arsimore në shkollën fillore Vëllezrit Miladinovci, dhe aty nga përditshmëria më ka rastisur që të kem kontakte të shumta me prindrit e fëmijëve me nevojat veçanta, dhe kuptova se një ndër problemet kryesore që ato ballafaqohen është pamundësia për të ndjek terapitë të rregullta zhvillimore. Kjo për shkak të kostove të larta, po ashtu edhe nga kozgjatja e tyre. Dhe ndodh shpesh që përmirësimi pozitiv te këto fëmijë të ndodh shumë ngadalë, prandaj prindërit lodhen dhe dorëzohen nga terapitë. Kështu në bashkëpunim me një kolegen time dhe dy prindër që kanë fëmijë me autizëm, morëm iniciativën që të hapim një shoqat e cila do t'i ofroj këto shërbime falas. Pastaj ky projekt u prezantua te komuna e Strugës, ku fatmirësisht u prit shumë mirë nga to, dhe me mbështetjen e tyre filluam që të realizojmë aktivitetet për përgatitjen e hapësirës dhe për sigurimin e resurseve njerëzore. Pra ka qenë një iniciativë që është marrë pikërisht nga prindërit dhe nga ju, gjë që është shumë e mirë sigurisht edhe është mbështetur, dhe besoj që kjo qendër tashmë vazhdimisht mbështetet, besoj si është edhe me donatorët e jashtëm, a ka pas interesim pikërisht, sepse në Struk e di që zakonisht kur merren kështu iniciativa, me të vërtetë struganët janë të ndjeshëm në këto tema dhe gjithmonë nuk ngurojnë për të donuar. Sepse kemi disa qendrat që kanë të bëjnë pikërisht me fëmijët me aftësi të veçanta. Përveç mbështetjes së komunës, ka pas edhe shumë njerëz që kanë dashur vetë na ndihmojnë dhe kanë dhënë donacione të ndryshme për përgatitjen e gjithë hapësirës që tashmë funksionon. Cili është roli juaj? Ta themi edhe një herë roli juaj pikërisht në këtë qendër. Unë jam terapiste, domethënë realizoj terapi zhvillimore individuale me fëmijët. Ndërsa unë si mjeke pediatre, mundohem të ndjek zhvillimin psikomotor të çdo fëmije dhe kuptohet specifikat e tyre në rast se kanë ndonjë sëmundje tjetër shtesë përveç autizmit, kuptohet. Ti, Liridona, je punësuar edhe në spital, sigurisht je mjeke pediatre, por që ke vendosur që të bësh edhe këtë pjesën. Si ka qenë edhe për ty, mbase edhe si eksperiencë sigurisht për të marrë edhe me fëmijët me autizëm, përveç asaj që e bën në përditshmëri? Ka qenë një ëndër të cilën mendoja pak më vonë ta realizoj, dhe me Bright Steps më realizova pak më herë se që prita. Fëmijët me autizëm për herë kanë qenë një interes i veçantë për mua. Me çikove të fundit edhe pak më shpesh i frekuentojmë në ambulant, ato vinë për patologji të ndryshme, megjithatë tek këtu mund të vërehen edhe ndryshimet e spektrit të autizmit. Të ka ardhur sigurisht edhe si shans për të përfshirë në këtë pjesë, edhe pse jo për të qenë pjesë e qendrës. Struga kishte nevojë, çdo qytet, çdo vend ka nevojë për një qendër të tillë, megjithatë po mundohemi të krijojmë një realitet të ri, i cili kuptohet që do të ketë benefite në të ardhmen, shpresojmë edhe rezultate të mira. Në rezultatet besoj veç më kanë filluar, edhe pse ka disa muaj që funksionon qendra, me sa kemi parë, rezultatet veç më kanë filluar, do të flasim sigurisht edhe për aktivitetet, ndërkohë kemi disa fotografi të aktiviteteve që bëjnë në qendër, por më tregoni pak çfarë ofron konkretisht pikërisht kjo qendër për fëmijët me autizëm. Qendra ofron një gamë të gjerë shërbimesh, domethënë të cilat synojnë zhvillimin dhe mirëqenien e fëmijëve, po ashtu dhe mbështetje të familjarëve. Këtu domethënë përfshijm terapi zhvillimore individuale, të cilat janë të përshtatura sipas nevojave specifike të çdo njeri të fëmijë. Pastaj kemi terapitë logopedike që ndihmojnë zhvillimin e komunikimit dhe të folurit, aktivitete psikomotorike për zhvillimin e koordinimit dhe aftësive fizike. Po ashtu, qendra, domethënë bëjmë edhe aktivitete grupore për fëmijët që do fillojnë përgatiten për të filluar në shkollë, dhe qendra siguron mbështetje psikologjike për familjen, prindërit, për të ndihmuar sadopak t'i kalojnë ato sfidat e tyre që i kanë në përditshmëri. Po ashtu kemi edhe konsultat me pediatren për t'i ndjek domethënë shëndetin dhe
zhvillimin e përgjithshëm të fëmijëve. Kjo është në fakt gjë e mirë sepse ju ofroni edhe shërbime psikologjike edhe për prindrit, sepse edhe prindrit ka nevojë për mbështetje, ka nevojë për t'ju dhënë edhe një shpresë, ka nevojë le të themi për një terapi mbase pak më të veçantë, sepse siç e the edhe ti më herët, ato lodhen si e kanë prit në struk këtë hapje të qendrës, edhe prindrit të cilët kanë fëmijë me autizëm, por edhe të tjerët, pse janë. Kjo ka qenë një hap i ri për Strugën në fakt, dhe e kam prit shumë mirë, ka pas shumë interes, kërkesa është e lartë, mundohemi të mbulojmë të përfshim aq sa kemi mundësi. Sigurisht. Për prindrit, domethënë është një ndihmë shumë e madhe, të paktën financiarisht. Po, edhe nga ana financiare, sigurisht. Është qendra e parë vetme në qytetin e Strugës që fokusohet vetëm tek fëmijët me autizëm? Nëse s'gaboj, ose ka qendra të tjera të cilat i përfshin edhe këto shërbime? Këtij lloji multidisiplinar është e para, mendoj, përderisa është e kyçur edhe pediatër, defektolog, logoped edhe psikolog. Ekziston edhe një qendër tjetër në Strugë që më herët ka filluar punë me fëmijët me autizëm, megjithatë mendoj se është më e përgjithshme është më e përgjithshme, kurse kjo fokusohet pikërisht edhe tek shërbimet të cilat ju i përmendët. Më thoni pak sepse dim që kohëve të fundit, tash nuk e dim mbase njerëzit janë ndërgjegjësuar më tepër, apo është sepse ndodh tek fëmijët që ka më shumë fëmijë të cilët janë me autizëm, sa i rëndësishëm është zbulimi i hershëm pikërisht tek këto fëmijë. Edhe ti si pediatre në fakt mund na tregosh ato shenjat e para që mbase edhe prindrit i sjellin vetëm për shërim le të themi të përgjithshëm në spital, po që ju edhe mund ta vëreni që mund të ketë shenjat e autizmit. Zbulimi i hershëm është faktori kryesor që na tregon për një prognoz të mirë të rastit. Sa më herë të zbulohet, sa më herë të kontribuohet edhe të fillohet terapia, aty rezultatet janë më të pritura që të jenë pozitive. Shenjat e para të cilat mund t'i vërejnë prindërit fillimisht, ato ndoshta mund t'i vërejnë rreth periudhës 12-18 mujore të fëmijës, sepse do shohin që fëmia nuk ka ndonjë interakcion siç duhet në aktivitetet e përditshme. Kontakti me sy mund të jetë i humbur, të folurit mund të jetë ose okult ose mund të mungojë fare. Fëmijët nuk reagojnë në thirrjen në emrin e tyre. Kemi disa lëvizje repetitive ose të përsëritura, siç janë lëvizjet e duarve si flutur ose rrotullime në një vend. Mund të kemi edhe mungesë të interesit në atë çfarë ndodh rreth atyre fëmijëve. Në ambulant, si mjek, qoftë të përgjithshëm ose mjek të specializimeve të ndryshme, edhe në ambulantën e pediatrisë kuptohet, shumë shpesh mund të vërehen ndryshime dallime, devijime të tipit mungesës të koncentrimit, vëmendjes, këto lëvizje të përsëritura, edhe kuptohet gjithë shenjat e tjera që i përmenda që mund t'i vërejnë prindërit, përveç se mjeku, personeli mjekësor, ndoshta ato mund t'i dalloj edhe pak më herët, ndoshta edhe para moshës 1 vjeçare. Megjithatë nuk duhet të shpejtohet në diagnozë, nuk duhet të shpejtohet në definim të atij rastit autizëm dhe gati, sepse ekziston e ashtu quajtur neuroplasticitet, është një dukuri që deri në moshën 5 vjeçare çdo fëmijë ka tendencë të zhvillohet, aq sa ne nuk mund ta paramendojmë, është individuale te çdo fëmijë. Aq më shumë te spektri i autizmit, që në rast se ndikohet mund të presim rezultate të cilat ndoshta nuk mund t'i parashikojmë. A të ka ndodhur ty, duke qenë se je mjek e pediatre, sigurisht ke punë me fëmijë gjatë gjithë kohës, të ka ndodhur ty për shembull që të vëresh ndonjë fëmijë që mbase prindri nuk e ka vëretur, sepse ndodh shpesh që prindri nuk e vëren ose ndonjëherë mbase ndodh edhe nga ajo që kemi dëgjuar dhe që bisedojmë edhe me prindër të ri, nganjëherë mundohen ta neglizhojnë sepse nuk duan në një farë mënyrë ta pranojnë që mund të jetë fëmia e tyre me autizëm. Të ka ndodhur për shembull që të vëresh dhe ti kesh thënë prindri që mund të ketë shenja dhe për tu trajtuar, sigurisht për ta këshilluar që të trajtohet sa më herët, duke qenë se e the edhe vetë që zbulimi i hershëm është shumë i rëndësishëm. Personalisht të veçoj vetëm një rast që jam munduar ta kanalizoj në atë rrugën të ndjeki terapi, por atëherë nuk kam qenë e angazhuar në Bright Steps, kështu që ishte pak më e vështirë. Prindërit në shoqërinë tonë, mund të flasë më shumë edhe për Strugën, nuk janë shumë gati për të pranuar si diagnozë, edhe pse është diagnozë, nuk është sëmundje, është një çrregullim neurozhvillimor, nuk është një sëmundje degeneruese e cila do përparoj edhe fëmia do përfundojë në ndonjë stad shumë të rëndë. Megjithatë duhet ndikim, duhet pranim, duhet ndërgjegjësim që të mund të ndikohet.
nuk më ka ndodhur rast që unë t'ja referoj prindit kështu përveç atij rastit cilin mundova ta kanalizoj deri diku dhe mendoj se është në drogën e duhur sot. Syart aty të ka ndodhur ndonjë rast që ti kesh thënë base edhe ndonjë familjari, ndonjë prindi, duke qenë se ti si terapist sigurisht mund të kesh vëretur që mund të ketë shenja, sepse edhe vetë ato janë njerëz, ato janë fëmijë si gjithë fëmijët e tjerë, vetëm se sigurisht duhet pak më shumë përkushtime dhe siç the edhe përfshirje dhe pranim. Si ti bëjmë edhe prindrit që të jenë më të ndërgjegjshëm edhe në këtë aspekt për ta pranuar sigurisht që fëmia e tyre mund të jetë me autizëm dhe thjesht të marrë terapinë që duhet. Mund të kemë ndodhur të kemë vërit në një fëmijë që ndoshta është pak më vonë me zhvillimin, po nuk është e lehtë t'ia thuash çdo prindi, domethënë jo çdo kush e pranon aq lehtë. Pastaj nuk mund ta vlerësosh vetëm me disa minuta nëse e sheh. Domethënë fëmia duhet të kalojë një vlerësim më të gjatë që të jetë pastaj sakt dhe në bazë të saj të vazhdohet me metodat, me terapinë efikase. Prindrit duhet patjetër ta kuptojnë që intervenimi i hershëm jep më shumë shansa dhe mundësi për të pasur përmirësim të fëmia. Kjo është gjëja kryesore dhe mendoj se nuk duhet ta neglizhojnë. Nuk duhet neglizhohet sigurisht. Në momentin që mund të vërehet diçka, duhet patjetër të merren ato masat të reagohet dhe të merren masat e duhura. Ka ndryshuar ti e the që ende mbase nuk janë të gatshëm, po nëse bëjmë një krahasim mbase me vitet ju jeni të reja në moshë, po gjithsesi kemi parë edhe me vitet më të hershme. Ka ndryshuar pak edhe kjo në aspekti që nuk gjykojnë, nuk paragjykojnë më këto raste ose këto fëmijë të cilët mund të jenë me autizëm, po thjesht prindrit mundohen që të gjejnë një zgjidhje, jo vetëm prindrit, po edhe të tjerët për t'i përfshirë, për të mos pasur paragjykime, sepse në fakt fundit edhe mesazhi i kësaj ditës kjo duhet të jetë që duhet kemi paragjykime për. Ndoshta ka ndryshuar për një njerëz që dhe vetë prindrit ndërgjegjësohen atë që fëmijët e vet i shohin me një sy më kritik. Ka pasur prind që pyesin, më vjen kjo sjellje dyshim, më vjen ky gjest i dyshim te fëmia e tyre. Po, ka ndryshuar në atë aspektin që janë më syqel, kërkojnë më shumë ndihmë ndaj profesionistët, por mbesim prapa veç në atë aspektin që publikisht të pranohet ose të gjitha stigmat, të gjitha paragjykimet të tejkalohen edhe të pranohet si diçka normale dhe që nuk është faji askujt, por është një gjendje për të cilën vetëm ka nevojë të kontribohet. Pra kemi ende punë si shoqëri mbase për të arritur edhe në këtë pikë. Më thoni pak si duket, sepse shohim edhe disa fotografi, lojra të shumta me fëmijët, aktivitete të shumta shumë interesante. Si është një ditë e zakonshme, një ditë pune e zakonshme pikërisht në qendrën Bright Steps? Puna nis me një takim të stafit, pastaj nga ora 9 e mëngjesit fillojmë me terapi zhvillimore dhe grupore, të cilat zgjasin deri 6 pasdite. Brenda ditës përfshihen rreth 20 fëmijë, domethënë që kush ka orarin e vetë të caktuar, që punohet sipas programeve individuale për ato fëmijë. Brenda ditës po organizojmë edhe aktivitete lojrash, pasi fëmijët përmes lojës mësojnë dhe zhvillohen në mënyrë natyrale. Për momentin, domethënë kemi rreth 50 fëmijë në qendër, të cilët vijojnë terapitë. Është një numër i madh në fakt i fëmijëve. Vinë çdo ditë si funksionon qendra? Është çdo ditë vinë fëmijët ose kanë një disa herë në javë? Disa herë në javë. Po. Edhe caktohet sigurisht ditët për orari caktohet, domethënë duke u përshtatur edhe prindërve kur mund t'i sjellin dhe në këtë mënyrë. Punoni edhe individualisht, me çdo fëmijë individualisht. Si është edhe kjo pjesë e punës, le të themi, ose më saktë, cilat janë sfidat me të cilat përballeni pikërisht në këtë punë? Sfidat që ka kjo punë në përgjithësi, për të dyja ju. Sfidat e trajtimit të fëmijëve me spektër të autizmit janë të tipeve të ndryshme. Fillimisht është diagnostikimi. Është shumë e ndihshme situata kur duhet të vësh diagnozë, kur duhet të përshtatësh që është autizëm. Kjo është sfida e parë. Të jetë në kohë, të jetë e duhura, të jetë e sakta, të përshtaktohet terapia e duhur. Kjo është sfida e parë, ndërsa sfida e dytë është specifiteti i çdo fëmie. Çdo fëmijë është ndryshe, është shprat, është një spektër, çdo fëmijë ka ato karakteristikat e veta, ato avantazhet edhe dizavantazhet e vet. Syarta për ty, cila mendon që mund të jetë mbase sfida më e madhe në këtë punë, le të themi, ose edhe sfidat me të cilat përballet mbase edhe vetë qendra ku jeni? Meqense çdo fëmijë është unik,
dhe ka nevoja të ndryshme, mendoj se një sfidë është për të gjetur, domethënë, rrugën e komunikimit me secilin fëmijë dhe që të krijosh besimi. Me çdo fëmijë duhet të krijosh besimin. Kjo mund të jetë një sfidë, pastaj një sfidë që na paraqitet ne është edhe nga që, domethënë, një pjesë e madhe e fëmijëve kur i sjellin në qendër nuk kanë asnjë lloj vlerësimi. Domethënë, vlerësimi është pasqyra që na tregon për aftësitë, nevojat, gjendjen e fëmisë. Kjo mund të shfaqet pak sfidë, përderisa nuk e kemi, domethënë, vlerësimin. Po. A ka fëmijë të cilët janë të lidhur me ju tashmë disa muaj që vinë aty në qendër, që janë shumë të lidhur me ju dhe mezi presin që t'ju shohin? Po. Si janë reagimet edhe si janë edhe emocionet tuaja, sigurisht në këto raste? E vërtet, lidhemi shumë me fëmijët, edhe fëmijët lidhen me terapistën me cilën punojnë vazhdimisht. Është një ndjesi shumë e bukur, dashurinë që ta falin, domethënë, pa kushte gjithmonë. Po. Është shumë e bukur. Kjo është ajo ana e bukur e gjithë kësaj që fëmijët sytë e tyre të kuptohet që janë të pafajshëm dashurinë e pakusht që e kanë fëmijët, vret ajo ndjesia që janë mirënjohës në mënyrën e tyre. Kuptohet edhe nga ana e prindërve ka mirënjohje, po unë e shoh sidomos me terapeutët që i takojnë çdo ditë janë shumë të lidhur. Dhe kjo pastaj janë anashkalon ato sfidat mbase që mund t'i keni ose lodhja që mund t'i jetë ditore sigurisht në punën e përditshme, megjithatë i anashkalon gjithë kjo emocion. Lirdona, ti e përmende pak a shumë që e ke pas si ëndër, po ti si arta të pyes njëherë edhe nga ana tash jo vetëm profesionale, po edhe nga ana personale, si ke vendosur pikërisht që ta vazhdosh këtë drejtim, të jesh pjesë e këtij drejtimi? Kam pas gjithmonë dëshirë që profesioni im në të ardhmen të jetë diçka që lidhet me fëmijët. Domethënë i kam dashur gjithmonë shumë fëmijët. Dhe këtë e pash, nuk e di, ndoshta si opsionin më të mirë që jo vetëm për vete, po që njëkohësisht edhe të ndihmoj për ato fëmijët dhe familjet, sigurisht se edhe prindrit e përjetojnë domethënë shumë dhe kanë nevojë për ndihmë dhe mbështetje që të ndjehen që nuk janë vetëm, domethënë. Po, në fakt e përmendëm që është një mbështetje shumë e madhe edhe për familjet. Si është edhe bashkëpunimi mes stafit? Ju keni aty edukatore speciale, terapiste, pra edhe pediatre në këtë rast, edhe psikolog. Si është bashkëpunimi, sa i rëndësishëm është edhe bashkëpunimi mes jush për të arritur qëllimin deri tek sigurisht trajtimi i fëmijëve? Domethënë, para se të fillohet me terapinë zhvillimore te secili fëmijë, fillimisht fëmija vëzhgohet nga pediatri, logopedi, edukatori special dhe psikologu dhe pastaj domethënë jepen ato vlerësimet nga secili për të menduar se çfarë duhet të zbatohet ai fëmijë për një periudhë të caktuar kohore. Domethënë aty definohen pastaj qëllimet, aktivitetet që do realizohen dhe rezultatet e pritshme. Po, domethënë bashkëpunimi është gjithmonë shumë i rëndësishëm. Po. Unë e përmenda pak më herët që të paktën nga ajo që vërim nga jashtë, sepse ju e dini këtë më mirë, duke qenë se punoni. E përmenda që mbase kohëve të fundit mund të ketë rritje ose siç e thash mbase edhe ka pasur fëmijë, po që nuk janë trajtuar, duke qenë se nuk e kanë ditur shumë deri vonë. Në fakt, në vendin tonë nuk është folur shumë për autizmin, le të themi si diagnozë ose a ka rritje të fëmijëve me autizëm, a ka rritje në fakt të autizmit pikërisht në vendin tonë, por edhe në nivel botror, le të themi, sepse dëgjojmë çdo ditë edhe si shpjegohet kjo rritje, sepse ka shumë shpesh ndodh që dëgjojmë shumë spekulime, jo ndodh prej telefonit, jo ndodh prej në lindje. Këto janë sigurisht ne që nuk jemi të kësaj fushe, mund ta diskutojmë, por që ju mund të na tregoni pak më shumë detaje për këtë të dyja. Autizmi si çrregullim neurozhvillimor shënon rritje, sidomos pas vitit 2000, llogaritet që mbi 300% është zmadhuar numri i fëmijëve me të prekur nga autizmi. Jo se nuk është evidentuar më parë, ka pas raste. Këtë e tregojnë incizime të ndryshme në filma të ndryshëm, dokumentare të cilat tregojnë që ka qenë i pranishëm, megjithatë jo në këtë frekuencë që neve takojmë sot. Cilat mund të jenë faktorët? Faktorët e sakt të vetmit ose një faktor që mund ta identifikojmë prej kësaj ndodhi nuk ekziston. Megjithatë ekziston një reakcion kumulativ i më shumë faktorëve. Te disa fëmijë mund të vinë në pyetje faktori gjenetik. Është e vërtetuar që kanë defekt gjenetik i cili shkakton autizmin dhe këtu kemi veç më diagnozë dhe mundohemi edhe pastaj edhe këshillimin familjar që të mos përçohet te gjeneratat e tjera. Në disa raste profili gjenetik nuk tregon asnjë defekt. E këtu mund të kemi të bëjmë me metabolizmin në nivel qelizor, qoftë në nivel qelizave neurologjike, faktorë të ndryshëm, të cilët që prej
krijimit të embrionit e deri tek lindja e fëmisë ekzistojnë faktorë të cilët mund t'i përkapin të gjitha fazat, qoftë faza e shtatzanisë, aty mund të ndodhin ndryshime të cilët gjithë jetën mund ta pasojnë atë fëmijë. Ne jemi të vetëdijshëm që ekzistojmë në një ambient të rrethuar nga toksinat e ndryshme, qoftë ajri, qoftë në ushqim. Mos ta çojmë tutje, qumshti, mielli përbëjnë mund të kenë gjurmë alumini, plombi, zhivë, të cilët ne i shohim aq më shumë vëmendje te vaksinimi. Është një mit tjetër. Vaksinimi është shkaktari i autizmit. Në fakt kjo është një mit, sepse nuk është e vërtetuar, janë bërë studime të ndryshme te fëmijët e vaksinuar dhe tek fëmijët me autizëm, dhe nuk është e vërtetuar që tek fëmijët e vaksinuar ekziston një rritje në shkallën e autizmit. Si mund ta shpjegojmë këtë ndryshe? Në të kaluarën vaksinimi ka qenë në një shkallë shumë më të lartë edhe autizmi në një shkallë shumë më të ulët. Sot që vaksinimi po ulet, autizmi po rritet. Domethënë nuk kemi korelacion të kësaj hipoteze dhe mbetet aty. Megjithatë nuk mund t'japim definitiv kjo nuk është. Tjetër çfarë mund të përmend periudhën gjatë lindjes. Gjatë lindjes mund të ekzistojnë komplikime të ndryshme ku truri mund të vuajë për oksigjen, vështirësinë gjatë lindjes, të cilët po ashtu mund të lënë pasoja mbasi fëmia t'i kalojë disa muaj, mund të vërejnë shenjat e para të autizmit. Ç'është më e rëndësishme, ajo që është shumë aktuale në kohën e sotshme, është ekrani. Ekrani ndoshta nuk është faktor kyç që ekrani e shkaktojë autizmin, megjithatë është një faktor që mund te personat e predispozuar për spektër të autizmit t'i theksojnë ala më shumë simptomat e tyre. Ekzistojnë ashtu quajtur autizëm digital, që personat e tillë nuk kanë autizëm, megjithatë manifestojnë shenja të ngjashme me autizmin. Kjo quhet ekranizëm, autizëm digital që ndryshe quhet. Po. Fëmijët të cilët janë shumë të fokusuar në telefona edhe në televizor, sigurisht. Po, aty mungon ai stimulimi që vitet e para të jetës është mjaft i rëndësishëm. Kyçja e fëmijëve në aktivitetet e përditshme, qoftë në aktivitetet më të thjeshta, të bëjmë punët e shtëpisë, të bëjmë pazarin, të gatuajmë së bashku, të bëjmë punët më të thjeshta, ajo është një stimul mjaft i rëndësishëm për zhvillimin e tyre. Përderisa ekrani, teknologjia, ndryshimi i shpejtë i ngjyrave, pamjeve, ajo vetëm mund të kontribuojë në pasivitetin e trurit dhe jo në zhvillimin e më të tjeshëm që pritet në ato vitet e para. Sigurisht, shumë e vërtet në fakt unë edhe bashkë desha të pyes, mirë që e përmende këtë pjesën, sepse çdo ditë më shumë shohim fëmijë të cilët janë gjatë gjithë kohës në telefon dhe shohim fëmijë të cilët kur në momentin që janë në telefon të injorojnë komplet botën dhe fokusohen vetëm po, shkyqje totale. Duke qenë se përmende vaksinimin, dua pak të ndalem sepse ka shumë edhe për pjesën e autizmit, por edhe shumë spekulime të tjera që bëhen për sa i përket vaksinës, që mund të sjellë sëmundje të ndryshme. Po ti si mjekje për ta dhënë edhe një mesazh se vaksinimi është besoj i shëndetshëm dhe duhet të vaksinohen fëmijët, sepse nga mos vaksinimi cilat mund të jenë sëmundje të cilat mund të vinë, që mund të ketë edhe pasoja më të hershme, kështu që për ta bërë edhe një thirrje, sepse shpesh dëgjojmë njerëz të cilët i dëgjojmë në për kafene, në për biseda të ndryshme, duke mos pasur informacione të mjaftueshme, bëjnë spekulime të shumta dhe nuk shkojnë të vaksinojnë fëmijët. Vaksinimi MR5 ndodh në moshën 1 vjeçare. Zakonisht edhe shenjat e autizmit pikërisht në atë periudhë lart poshtë me disa muaj mund të shfaqen. Edhe kjo i ka shtyrë mendoj shumicën e prindërve të mendojnë që prej momentit që e mora vaksinën fëmia im nuk është në rregull. Nuk mund të jap edhe unë një definicion kështu sigurt. Megjithatë studimet e deritanishme që i përmenda pak më parë tregojnë që autizmi dhe vaksinimi nuk korelojnë me njëra tjetrën. Thash të kaluarën është vaksinuar më tepër dhe shkalla autizmit ka qenë shumë e ulët. Cilat mund të jenë ato anët pozitive për vaksinimin? Vaksinimi është ndoshta zbulimi më i fuqishëm që ka bërë mjekësia ndonjëherë është në parandalimin e sëmundjeve të cilat në të kaluarën kanë qenë vdekjepruese ku me miliona viktima ka patur, edhe sot janë shërnjosur komplet si sëmundje. Edhe pse me trendin e ri të mos vaksinimit, ato sëmundje që dikur i kishim shërnjosur totalisht, po fillojnë të shfaqen. Dhe nuk e di sa mund të shohim benefitet edhe ato që neve do humbim në rast se nuk vaksinohemi, frikën për autizmin edhe fillojmë të rrezikojmë fëmijën për sëmundjet infektive shumë të rrezikshme si paraliza e fëmijëve, morbili, parotiti, rubeolla, të cilat ndonjëherë mund të kenë edhe pasoja më fatale të fëmijë të caktuar, jo të gjithë kuptohet.
pse vaksinimin e kanë lidhur me autizmin, e kanë lidhur sepse gjatë studimeve në përbërjen e vaksinave janë vërejtur gjurmë të aluminit, të plumbit, të cilat janë 0.00 mikrogram në sasi shumë gjurmë, domethënë kur flas për gjurmë janë sasi të pa detektueshme, mjaftueshëm, dhe kjo është shkaku i autizmit. Megjithatë ne harrojmë të përmendim që në qumshtin, në folinë e brendshme të kutisë së qumshtit aty kemi alumin. Në peshqit që i ham kuptohet që ka një sasi të caktuar të zhivës. Në ambient kemi plumb, të cilën as nuk mund ta detektojmë, sigurisht që arrim vlerat shumë të mëdha. Por kjo ka shtyrë që të bëhet ajo korrelimi vaksinim me autizëm, që për mendimin tim mendoj se nuk është. Është e gabuar, është e gabuar, është vetëm një mit që mundohet disi të përfshihet me autizmin. Për të gjetur mbas edhe një lloj arsye. Ndonjëherë ne si njerëz mundohemi për të gjetur një arsye pse ka ndodhur diçka. Nuk dua të dal shumë prej temës, por duke qenë se sigurisht na intereson edhe kjo pjesa sepse flasim edhe për fëmijët me autizëm, por edhe për fëmijët në përgjithësi. Mendon që kjo gjithë kjo puna e vaksinimit, le të themi që edhe e lidhin edhe me autizmin, a ndodh edhe për shkak se në një farë mënyre po humbet edhe besimi tek mjekësia, edhe pse mjekësia po avancohet çdo ditë më shumë, besimi tek mjekët, sidomos pas pandemisë, pati një ulje të besimit tek popullata, nuk flas vetëm për vendin tonë, flas në nivel botror, për sa i përket vaksinimeve, për sa i përket edhe mjekësisë në përgjithësi. Perioda e Covidit mund të ketë ndikuar në atë skepticizmin e popullatës në lidhje me vaksinimin. Vaksinat e Covidit ishin vaksinat e përpunuara shpejt në moment të fundit, jo aq shumë të verifikuara, kuptohet, të ishin vaksinat e krijuara. Megjithatë vaksinat e tjera kanë qenë vaksinat që kemi përvojë 40-30 vjeçare mbrapa, të cilat nuk kanë pasur efekt në popullat, po janë të verifikuara, studiuara, ka shumë raste, janë bërë studime të mjaftueshme, të cilat, sidomos vaksina e morbilit, rubeolës edhe parotitit, MRP-ja që zakonisht e akuzojnë prindërit për shfaqje të autizmit. Shumë e vërtet në fakt. T'ju pyes Liridona dhe Syarta, t'ju pyes tash dhe sa e rëndësishme është përfshirja e këtyre fëmijëve, ne e folëm pak a shumë edhe në shoqëri edhe në të gjitha këto, po sa e rëndësishme është, domethënë çfarë roli luan edhe shoqëria në këtë pjesë, përfshirja në shoqëri, por edhe përfshirja në arsim, sepse ne tashmë kemi mësimin inkluziv, që në fakt përfshihen në shkolla, pra shkojnë fëmijët të cilët mund të jenë me autizëm ose me diagnoza të tjera të ndryshme. Sa e rëndësishme është edhe përfshirja e tyre pikërisht në sistemin arsimor? Fëmijët në spektër të autizmit veçmë janë pjesë e pandashme e shoqërisë tonë dhe sigurisht që kanë të drejtat e barabarta si gjithë të tjerët edhe për arsimim. Përfshirja në arsim i ndihmon ato jo vetëm për zhvillimin individual, po na ndërgjegjëson edhe ne dhe të gjithë të tjerët, domethënë që t'i respektojmë dallimet dhe t'i vlerësojmë diversitetin. Është e rëndësishme pasi ato mund të zhvillojnë potencialin e tyre të plot dhe të bëhen pjesë, të kontribuojnë në shoqëri, të bëhen pjesë aktive e shoqërisë. Si e shihni edhe këtë pjesën ende mbase kemi bërë mbase disa ndryshime, po ende nuk kemi në atë nivelin e duhur që duhet edhe tashmë edhe mësueset, edhe le të themi edukatorët, edhe profesorët duhet të kenë le të themi mbase një edukim ose pak më special për të ditë të komunikojnë edhe për t'i trajtuar pikërisht edhe fëmijët të cilët mund të jenë në të njëjtën klasë, po që mund të jenë pak më le të themi fëmijët me autizëm, për t'i trajtuar si duhet, apo duhet të ketë edhe edukatore speciale në çdo shkollë. Tashmë ka filluar shkollat që të kenë nga një edukatore speciale, megjithatë nuk kemi arritur në atë nivelin ku çdo shkollë duhet ta ketë të. Si e shihni, deri ku jemi le të themi në këtë aspekt? Në kuadër të profesionalistëve të cilët duhet të jenë në institucione të ndryshme në lidhje me menaxhimin e fëmijëve me autizëm, është shumë e rëndësishme që edhe vetë punësuarit, qoftë arsimtarët, qoftë personeli tjetër që punon në shkollë, duhet të jetë deri diku informuar në lidhje me autizmin si dukuri, po edhe për menaxhimin e disa për shembull agravimeve të ndryshme, tantrume të cilat mund t'i kenë fëmijët, të kuptojnë që ajo nuk është një gjendje jashtëzakonshme, ajo nuk është një krizë, nuk është një situatë të cilën duhet ta trajtojmë, ta shmangim, ose është një gabim, ose është një shpërthim
i cili nuk mund të menaxhohet, po duhet ta kuptojnë se ajo është një mënyrë e reagimit të tyre, është mënyrë e sjelljes, e cila nuk tregon se ato janë të këqinj, nuk duan shoqërim, ose janë njerëz të cilët kanë ndonjë negativitet kundër rrethinës. Jo, ajo është mënyra e tyre për punimit të informatave. Ato nuk mund t'i përballojnë me siguri ndikimet të ndryshme sensoriale, sepse është shumë karakteristike që ato janë shumë të ndjeshëm në stimuj të ndryshëm të ambientit, qoftë zhurmat, qoftë dritat, qoftë situatat ku kemi numër më të madh të njerëzve. Shumë është me rëndësi që personeli ku ato ndodhen të jetë deri diku i trajnuar edhe të mirë kuptojë gjendjen e tyre, e të mirë presi cilat do të situata që mund të ndodhin. Besoj edhe duhet të jenë edhe paka shumë të trajnuar edhe për për t'i trajnuar deri në një farë mënyrë edhe fëmijët të tjerë, të cilët mbase mund të ndodhë që nuk i pranojnë ose mund të kenë dyshime se çfarë është duke ndodhur me një fëmijë që reagon pak më ndryshe se ata. Sa është e rëndësishme që edhe fëmijëve prej në moshë shumë të vegjël, fëmijëve të tjerë të cilët janë në këtë rreth, t'ju tregohet dhe të edukohen për këtë pjesë, edhe të gjithë familjarët në fakt, të gjithë njerëzit, të gjithë shoqëria. Fëmijët, faktikisht prindërit me fëmijët me autizëm të cilët janë në qendrën tonë, këtë ndoshta kanë problemin më të shpeshtë. Që fëmija i tyre në ambientin shkollor nuk është i pritur ashtu siç duhet. Këtu mund të ndikojë vetë familja, çdo fëmijë tjetër, duhet të jetë i vetëdijsuar deri në një farë pike që të gjithë janë i njëjtë, dhe duhet të pranoni shokun ose shoqen ashtu siç është. Është shumë e rëndësishme dhe arsimtarit të bëjë atë punën e vet. Punën e vet, po. Shumë e vërtet në fakt, sepse duhet t'ju mësohet, fëmijëve që të mos e kemi paragjykimet. Kjo në fakt jo vetëm në këtë aspekt, por në shumë aspekte mbase jemi shumë brapa për këtë pjesë, ende nuk është faji fëmijëve nuk dinë, po që duhet më shumë mbase të punohet në sistemin arsimor, po edhe në familjet tona, sigurisht, patjetër lind prej aty dalin sigurisht edhe gjithë gjërat. Sa e rëndësishme është edhe mbështetja institucionale, ju e thatë që sigurisht keni pas mbështetje nga Komuna e Srugës, po mbështetja institucionale në përgjithësi, sa ka mbështetje edhe Bright Steps e përmendën, po edhe rëndësia e mbështetjes institucionale pikërisht për këto fëmijë dhe për familjet, qoftë nga ana materiale, financiare, qoftë edhe mbështetje të tjera. Sepse ju thatë që ofroni, po mbase në disa qendra tjera ose në vende tjera nuk ofrohen pikërisht për familjet ajo mbështetja që ju ofroni. Po, mbështetja e institucioneve është e rëndësishme, pasi ato janë, domethënë që hartojnë dhe zbatojnë politikat arsimore, shëndetësore dhe sociale, të cilat pastaj domethënë ndikojnë drejt për drejt në përfshirjen e fëmijëve. Dhe që të jetë efikase duhet që institucionet të kenë bashkëpunim të ngushtë njëra me tjetrën dhe të krijohet një koordinim midis shëndetësisë, arsimit dhe shërbimeve sociale. Në mënyrë që të mund t'i adresoj të gjithë sfidat të cilat mund të lindin gjatë implementimit të programeve dhe trajtimeve. Dhe mendoj se është bashkëpunim kyç që të arrihet gjithë përfshirja të fëmijët. Të fëmijët, sigurisht. Çfarë mund të bëjmë prindërit ata të cilët na ndjekin mbase që nuk kanë, le të themi, në ndonjë vend ku janë që nuk kanë ndonjë qendër ku mund ta çojnë fëmijën për t'u trajtuar në kushte shtëpie, për çfarë mund të ndihmojnë për zhvillimin e fëmijës edhe në kushte shtëpie, çfarë duhet të bëjnë, çfarë nuk duhet të bëjnë, çfarë duhet mbase të anashkalojnë ose mos anashkalojnë? Në kushte shtëpiake ndoshta nuk mund të ndikohet aq sa duhet në lidhje me spektrin e autizmit, megjithatë te këto fëmijë në kushte shtëpiake ajo që mund të bëhet është rregullimi i mënyrës të ushqyerjes, rregullimi i orareve të xhumit, rutina e xhumit, minimizimi i qëndrimit në ekrane dhe kuptohet kyçja në aktivitetet e përditshme, ajo që thash stimulimi i vazhdueshëm i këtyre fëmijëve. Më pëlqen që përmendë ushqimin se shpesh e neglizhojmë ne në përgjithësi, domethënë e neglizhojmë këtë pjesën se sa i rëndësishëm është ushqimi në mirëqenien tonë. Cilat do të jenë mbase ato, le të themi, tash mos i caktojmë ushqime të caktuara të cilat duhet të jepen, po cilat do të jetë mbase një këshill pikërisht në pjesën e ushqyerjes për fëmijët. Fëmijët me spektrin të autizmit kanë disa karakteristika që nuk kanë çdo gjë, sidomos kanë një averzon ndaj perimeve. Duhet të mundsohet ajo mënyra loje e ushqyerjes, ushqimi të gatuhet në atë që të ketë forma të ndryshme,
nga pak ti inkuadrohet në një ushqim i ri, me qëllim që të mos shfaqin me një shmangje ndaj atij ushqimi. Konzervat, si për të gjithë popullatën, ashtu edhe për fëmijët me spektër të autizmit sidomos, kuptohet që duhet të shmangen plotësisht, sepse vetë konzerva i ka të gjitha ato metalet e rënda të cilat shumë shpesh neve tek fëmijët me autizëm i analizojmë anë analizave të ndryshme të gjakut. Tjetër çfarë duhet të jetë e rëndësishme është sepse tek fëmijët me autizëm shumë shpesh hasim edhe alergji të ndryshme. Është një rastësi që tek shumë fëmijë me autizëm mund të ketë intolerancë të laktozës, të glutenit, edhe kur kjo është e verifikuar kuptohet që ekziston ala më shumë një arsye që këto fëmijë të shmangin plotësisht laktozën edhe glutenin. Zora llogaritet si truri i dytë në mjekësi. Shumë sende burojnë prej zorës, aty ekzistojnë miliona bakterie të mira, të cilët na mbajnë në jetë. Mikrobiota ndryshe quhet e organizmit, mikrobiota aty buron faktorët imunologjik, faktorët e alergjisë, të cilët janë shumë të rëndësishme në zhvillimin neurologjik të fëmisë. Mikrobiota ushqehet vetëm me ushqime të shëndetshme, vetëm me ushqime të cilët nuk e prishin atë mikrobiot. Kuptohet edhe me mos futjen e të tepruar të sheqerit, e cila shumë shpesh mund të ndodhë te fëmijët. Në fakt shumë mirë shpjegove, sepse ne nuk ndonjëherë shumë i neglizhojmë edhe këto pjesë. Cila do të ishte një këshill që do t'ia jepni një prindi që sapo ka marrë diagnozën, sepse mund të jetë ajo pjesa, le të themi, paniku, mund të jetë ajo frika, ka marrë diagnozën dhe nuk e din tash se si do trajtohet, çfarë do bëhet me fëmijën e tyre, cila do të ishte këshilla që do t'ia jepni të prindërve në këtë rast. Në lidhje me diagnostikimin e rastit të ri, tek prindërit, këshilla e parë që do të jetë është ta pranojnë. Ta pranojnë si diagnozë, të mos demoralizohen, sepse një diagnozë nuk do të thotë shumë. Ajo mund të ndryshojë me kalimin e viteve, sidomos nëse flasim për mosha më të hershme. Këshilla e vetme do të jetë të mos dorëzohen, ta pranojnë edhe të mos dorëzohen me qëllim që të kontribuojnë në atë aspekt, të fillojnë terapitë individuale, të fillojnë terapitë behaviorale, okupacionale, terapitë të folurit, me qëllim që të stimulohet, të mos lihet fëmia në pasivitet. Këshilla tjetër është të mos e mbulojnë. Ato duhet të jenë krenar për atë që e kanë, sepse fëmijët me autizëm janë fëmijë për mua shumë të veçantë. Në situatat të caktuara ato mund të jenë të pakrahasueshëm edhe me fëmijët e tjerë. Nuk janë fëmijë që kanë mungesa në intelektualitet, këtu dua të theksoj, sepse ato fëmijë ndonjëherë mund të zhvillohen atë pikë se Einstein ka qenë autik, kanë qenë Tesla autik, të cilët kanë bërë zbulime për të cilat ne sot në jetën e përditshme kemi rezultate dhe benefite nga puna e tyre. Nuk duhet të dorëzohen, sepse fëmijët me autizëm kanë disa talente të cilat nuk janë të zbuluara ndoshta, por vetëm me punë, me inkuadrimin në aktivitete të ndryshme do mund të zbulojmë ku e kanë talentin edhe për të cilin ato janë të lindur. Sigurisht është edhe ai potenciali atë të cilin ato e kanë, po që me trajtime të ndryshme mbase duhet të dalë edhe ky potencial. Shumë mirë në fakt edhe që i përmende edhe disa emra, sepse përkundrazi në fakt ka ndodhur që intelektualiteti apo inteligjenca e tyre ka qenë shumë e lartë mbase edhe se normali janë ndonjëherë, kështu që shumë mirë që e përmende. Duke qenë se po i afrohemi fundit të emisionit, dua nga të dyja ju një mesazh për ditën botërore të autizmit që shënohet pikërisht nesër. Në fakt se mos harroj, aktivitet, ju do të keni edhe aktivitet nesër në qytetin e Srugës, pikërisht me Bright Steps. Çfarë është planifikuar? Njëherë më tregoni para se të shkojmë te mesazhi. Po, meqense nesër është dita botërore e autizmit, do bëjmë një aktivitet, do bëjmë një organizim në bashkëpunim me shkollën fillore, me Europe House dhe komunën. Do mblidhen shumë fëmijë aty, do ketë loja gjithëpërfshirëse. Do jetë më shumë për ndërgjegjësimin e njerëzve, komunitetit për autizmin. Si e pritën fëmijët këtë përgatitjen, le të themi, kur i bëni këtë përgatitje, kur do ketë diçka ndonjë aktivitet, si e presin, janë të lumtur, besoj që do të ketë diçka ndonjë aktivitet. E presin me padurim që të bashkohen me fëmijë tjerë, të luajnë, të kënaqen, po.
besoj që në fakt që do të jetë një aktivitet mjaft i bukur. E tashmë duke qenë se po i afrojmë fundit, po nuk desha që ta lëm pikërisht atë detaj, sepse nesër do të shënohet dhe të gjithë ato që janë në struk, pse jo mund ta shohim mbas edhe si aktivitet për ta ndjekur si aktivitet. Një mesazh nga të dyja pikërisht për ditën botërore të autizmit, qoftë për familjet, qoftë për fëmijët, qoftë për të gjithë shoqërinë. Atëherë autizmi nuk është pengesë për të qenë i vlefshëm, po çdo fëmijë meriton që të mbështetet dhe të pranohet. Do doja shumë domethënë që edhe në për qytete tjera, komunat e tjera të realizojnë projekte të tilla, si kjo që kemi realizuar me komunën e Strugës, që të shkojmë në ndihmë familjeve dhe fëmijëve gjithashtu. Sigurisht. Liridona? Një apel për prindërit të cilët veç më kanë fëmijë me autizëm, do isha lutur ta kuptojnë, ta mirëpresin dhe vetëm të punojnë atë drejtim dhe të mos dorëzohen asnjëherë. Në lidhje me prindërit e fëmijëve tjerë, do i kisha dashur që ti stimulojnë ato që fëmijët, bashkëfushatarët e tyre të cilët i kanë në klasë, të mos i veçojnë, por të mund të sillen me ato ashtu siç duhet normal, po. Për ditën e 2 prillit do kisha dashur të apeloj të gjithë prindërit me fëmijët me autizëm që janë në qytetin tonë të Strugës të na bashkangjiten, sepse është shumë e rëndësishme për neve ta bëjmë këtë hap. Si hap përparimi të paktën, të vinë të gjithë dhe të mundohemi që të ndajmë përvojat, ta thyejmë atë barierën e stigmës edhe të vazhdojmë tutje në projekte të cilat i kemi parashikuar për muajt në vazhdim, që shpresojmë që të kemi fokusin kryesor prindërit edhe sa më shumë të jenë në numër aq më mirë. Shumë e bukur në fakt edhe mesazhi mirë dhe unë ju uroj shumë suksese pikërisht edhe me qendrën, edhe me punën tuaj. Një falënderim shkon edhe për ju që e bëni këtë punë, sepse kjo nuk është vetëm punë, është diçka le të themi emocionale, ju lidheni edhe emocionalisht dhe me të vërtetë bëhet një punë shumë e madhe pikërisht për t'u dalë në ndihmë edhe këtyre fëmijëve, por edhe familjeve, por edhe gjithë shoqërisë në këtë rast. Unë ju falenderoj shumë që ishit pjesë e emisionit Prizma, që ndat nga këto rrugtimet tuaja sigurisht edhe me qendrën, por edhe shumë mesazhe dhe shumë informacione në fakt shumë të vlefshme. Faleminderit. Faleminderit. Të dashur shikues, unë nuk dua të shtoj shumë sepse mesazhet që thanë edhe mysafiret e mia ishin të veç më të mjaftueshme, mesazhe shumë të bukura, vetëm dua të them që duhet të shpërndajmë më shumë dashuri dhe më pak paragjykime. Këtu do ta mbyllim emisionin për ditën e sotme. Ju uroj një pasditë të këndshme, bashkë mirupafshim.